Mendoj se Albano, për mendimin tim, duhet ta vazhdoj Dancing with the Stars. Qëndrimi në garë i Albanos është përkthyer me largimin e Monika Lubonjës, duke u bërë kështu e eliminuara e parë Dancing with the Stars edicioni i 4. Dy aktorët, ai humori të Apartamenti 2XL dhe tjetra e Teatrit Vendas, u vënë përballë njëri tjetrit në Dance Off, si më pak të votuarit nga përmbledhja e pikëve të jurisë dhe publikut. Ritmi Qa-Qa-Qa sa Albanos triumfoi kështu mbi valsin e Monikës. Mua më vjen keq që nuk do jem për disa kohë të densi, sepse kisha menduar që një ditë do ikja, po jo kaq shpejt. Ishte një nga eksperiencat më të bukura dhe një nga eksperiencat që më kanë ndihmuar shumë edhe për profesionin tim, që nesër pas nesër në teatr, pse jo unë të kem edhe një tango për të cilën unë dhe Kristi nuk arritëm do ta bënim. Më herët gjatë mbrëmjes të 12 personazhet publik vallëzuan në teatrin e yjeve si gjithmonë në gjini të ndryshme të kërcimit. Kësaj puntate ju shtua edhe gara në zhanrin jive dhe foxtrot. Përballja me jurin ka vjuar të jetë momenti më me shumë diskutime dhe debate. Yje që e kaluan lehtë vlerësimin me pikë, e të tjerë që nuk e morën kaq lehtësisht. Të më falni, po më duk koreografi shumë patetike. Kush ti se njeh Kondi Dracula? Kush është Kondi Dracula? Njëtën? Si fillim me patetizma. Fillua tani. Je shumë qeflie ma me gjithë respektin për... Kam respekt për Kondin Dracula. Nuk e njeh Kondin Dracula fare, që është një ndër figura më të mëdha të shekullit 14, paralel me Skënderbeun ton. Megjithatë, patetizmi mbi të troj. Një juri e dytë, ajo e përbërë nga gazetar, mbrojtje të performancave të personazheve publik ishte përsëri e pranishme. Por pas puntat e mbrëmjeve të së hënave me Dancing with the Stars, si dhe emocionet e garës, zbërthehen në forumin e të dielës.